Dhe jemi rikthyer në Shizon Air në 100 FM dhe jemi me Fation Kuqarin. Në fakt, unë doja ta kaloja pak nga të qeshurat tona në pak më serioze, po dhe ndoshta të qartë. Ka pyetje, vetëm na shket na bën për qesh edhe i kalon. Mund të përjetojmë gjitha emocionet me njëri tjetrin, nuk është problem. Fation, para pak kohësh, në fakt e kam pak vështirë dhe unë të ta shtjelloj këtë pyetje. Ke treguar për një ngjarje të dimshme familjare. A ka ndikuar kjo për të qenë më i fortë edhe ti je ky Fation që ti je sot? Sigurisht, domethënë unë para në familje nuk e shikoja dot më gjatë. E kupton? Tani se kam problem ta shikoj. Që në kjo anë burrërohesh më shumë, jo se ti nuk je, po ca përgjegjësi që i ka babai jot i detyruar ti marrësh ti, e kupton? Kështu që sigurisht që rritesh më shumë, sigurisht burrërohesh është fjalë e madhe, sepse të gjithë burra janë, por maturohesh më shumë dhe i merr gjërat më me sy tjetër. Nëse ti del në rrugë dhe ta bën një njerëz me drita të qeron, në atë moment nuk i thua fjalën e fundit, po e mendon një herë. Kështu që këto janë maturit që të bën kjo gjë dhe me thënë bër shtylla e shtëpisë. Po, e vërtet. Kështu që a mendon se do ishte njësoj në qoftë se nuk do kishte ndodhur? Njësoj do ishte, po disha më pak i paturuar. Okej. Që do të thotë, ne kemi lindur për të ikur. Patjetër. Kështu që një njeri ikën pak më parë, pak më vonë, çfarë rëndësie ka, njerëzit i bën edhe pengje, po kjo është jeta në fund ditës. Ne dim që domethënë duam ta themi apo jo, larg qoftë të gjithë ta provojmë të gjën dhe më besoj që unë nuk e mendoj baban tim ndonjëherë që ka vdekur, thjesht ka ikur nga mua, po shpirtërisht ti i lidhur shumë me atë, e kupton, para se të flesh ti diskuton me atë bën. Të gjithë na ndodh, nuk besoj se jam i pari unë ose i vetmi, të gjithë na ndodh kjo gjë, por kështu që unë jam krenar për këtë gjë dhe vazhdojmë. Ju duar përkitje për Fationin. Jeta vazhdon, është e bukur. Kështu që ky ishte mesazhi që Fationi ju dha të dashur dëgjues. Tani mund të vazhdojmë te pjesa jone preferuar që është dashuria. E kthehemi prap tani. Që të përshkruan më mirë Fation, rebel, romantik apo strateg? Strateg nuk jam ndaj shumë në përsa i përket dashurisë. Unë jam rebel shumë, një miksim i papar në romancë, po më shumë rebel, nuk jam te fjalët, jam shumë te veprat e këto, e kupton, tip na merre, kupton diçka e tillë, shumë nuk jam, po zemra nuk i kam këto. Një hëmoj, Bjonda apo Bruna? Unë jam si quhet ajo Gështënj. Jo, gështënj, tip Floria i kështu. Tip Erlet, shumë mix. Jam më shumë njeri natës apo i mëngjesit? I mëngjesit gjithmonë. Dhe nata më pëlqen ri shumë, mund të mendosh nuk është gjë e mirë, po unë nuk flem më shumë se 6 orë në ditë në gjumë maksimumi. Son siç e dua dhe natën, sepse është ajo rutina shumë e bukur. Nata, ora e ke parasysh kur je vetëm, njeriu mediton, mendon, ndëron, i bën të gjitha bashk dhe nuk ka gjë më të mirë për të reflektuar me veten, si gjatë ditës ti je në punë. Mas ditë e kështu, nata është e bukur. Po dhe mëngjesin unë kam punë, s'kam çfarë bëj. E bukur është nata, po na tregon një çfarë të josh më shumë tek një film. Qënja e saj. Çfarë ishte pikë sekonda pa? Jo, po domethënë vetë femra në për Shiko, shikimi është perfekt te një femër. Domethënë ka diçka, njeriu duhet të flasë me shikim, sipas me. Nuk diskutohet që duhet të jetë e bukur. Ta heqim këtë se çdo njeri shikon bukuria është relative. Ato është shumë relative. Është shumë relative, po pra. Por në syrin tim duhet të jetë si për kë don, domethënë e para është një që ngece me sy, pastaj shikimi flet shumë. Natyrale apo me pak ndërhyrje? Un jam te natyralet, por ka diçka në momentin që çdo njeri që ka një lloj kompleksi, gjithçka qoftë ai duhet ta heqë, por prapë të rritet natyral. Jo egzageruar. Jo egzagerim, jo të bësh, nuk do ndihesh vetja. Çdo njeri që del jashtë natyrës nuk dihet vetja. Dhe kjo është mirë. Un pas kësaj doja të dija cili është një nga mesazhet flirtues më të çuditshëm që ti ke marrë nga një vajzë. Të ngacojnë vajzat vetë Fation? Jo mua, po ndodh të gjithë sot janë updateuar shumë gjërat. Janë updateuar shumë gjërat. Mund ta quaj edhe për mirë dhe për keq, që nuk kam më tani apo mashkull apo femër në këtë pikë. Kupton, shumë femra e kanë hequr atë kompleksin. E mos gat, domethënë që një mashkull do të vinë mbrapa e gjëra të tilla kështu. Po me deat ka çunë një mesazh me që të ndiqte?
Nuk e di. Jo, nuk e ngacmoj. Zakonisht Ngacmoj e para. ka plot shumë çuditshme. Na më të çuditshme. Të tipit? Mua më duket shumë e shumtuar që një vajzë t'i shkruaj një djalë. Po nuk ka asnjë gjë për mendimin tim. Po ti ke dalë në një me gocë ka shkruar e para Fation? Nuk di ta mbaj mend atë me siguri kam dalë. Ti të pëlqen të ngacmojnë apo ti ngacmosh? Nuk kemi dalë këtu për të ngacmuar, ne jemi gjithmonë ne meshkujt jemi gjuetar. Po. Falni, nuk kam dëgjuar ju meshkuj që prisni. Të shkruaj. Duam apo s'duam ne po jetojmë në një botë të updateuar për keq, që 7% e meshkuj janë bërë pjeshka. Domethënë janë bërë pjeshka me përkutimin e fjalës. Meshkujve janë bërë pjeshka, thotë atë kuqare. Mirë që po pjeshkurojnë, ne fillojmë me gocat edhe dalin na meshkujt pastaj edhe bën një lloj bote që mos o zot, e kupton ku po jetojmë. Ti ke thënë në një intervistë që ti nuk ngacmon i parë sepse ke frikë refuzimin. Jo, nuk është kjo. E kam thënë shumë parë, po e kam updateuar. Jo gacmim, nuk është çështje. Gjithmonë nuk kam qenë të mëshëm me vetbesim që i vogël e mbajmë. Shiko, nuk është frikë është të bësh turp. Jo të gacmosh, unë nuk jam tip që gacmoj, por unë të jap interes. Unë tregoj që kam interes për ty, por jo gacmim vulgar. Nuk jam, e kam pas natyrë këtë. Ama unë po të jap interes, ta tregoj që të kam qef dhe shumë gjëra me radhë dhe mund ta marr refuzimin, nuk diskutohet, s'ka asgjë të keqe. Tani e ka kuptuar këtë. Tani e ke kuptuar këtë. Jo, po këtë doja të thoja, po. Mirë, diçka pa të cilën Fation Kuqari nuk jeton dot. Pa familjen. Do zgjidhje një romans intensive dhe të shkurtër për një lidhje të qetë dhe afatgjatë? Mos jam fare të dyja këto nuk jam. Romanci i shkurtër ç'do? Lidhjen e qetë afatgjatë, zëre se kur nuk jeton. Ç'do? Ke pasur ndonjë përqim që s'është bërë? Ne ke pas të ndaluar, jo, nga këta të ndaluarit dua të di. Jo, mos jam te këto filmatur. Nuk jam te këto filmatur. Për shembull, Fatian. Si? Mos i grua martuar për shembull. Nuk jam unë aty Lali fare. Kjo tradicional. Jo, nuk jam çështje tradicionale apo jo, por shikoj, mund të kem pas një pëlqim se kam ditur. Që e kam parë në rrugë sa e bukur, e kupton, por jo tani e marr, shikoj. Po kur bëra atë statusin ti Fation, se bëre një status se çast po dëgjoj për veten time, për çfarë thashë themi e kishe? Po në përgjithësi e Kush ka qenë ai thashë themi më i keq që ti ka Fation na shkruaj vllai. Po ne kam shkoj, ja, do ta them për këtë për çfarë bëra? Shiko, unë i kam arrit gjërat me thonjë, jam shumë djalë punëtor, rina mëngjes deri në darkë në punë dhe të dalin aty në për njerëz në për blog të flasin që Fationi pastron lekët e dikujt apo dikujt tjetër, është turp i madh sepse ka diçka, më vjen aq për të qeshur, po të vjen dhe aq i natë që ti aq djalë punëtor, aq ambici, aq shumë ke punuar me, domethënë me thonjë ke ngritur gjërat dhe dali tjetri ta bëj rrafsh që ama se ky lekë të filanit pastron dhe të gjitha. Jo, absolutisht si ka bërë kurrë të gjë. Në fundit e të gjithë në Shqipëri. Ka aq ego të fortë, kur nuk mund të bëhen vegle e dikujt. Domethënë, më mirë i fukara të jetën se sa të bëhen vegle dikujt. Po mund të bëj vegla, po unë vegël nuk bëhem. Dhe pas kësaj deklarate, publicitet. Dhe mua më kujdua Kristi me